Po përmendëm edhe më herë që kemi ngjashmëri me kultura të tjera, mund të kemi edhe shpeshherë diferenca shumë të nda. Gjithsesi, në këtë epokë globalizimit, sidomos gjeneratat e reja, kanë filluar të bëhen më të ngjashëm me njëri tjetrin? Po, për shkak besoj unë se kanë filluar edhe ta humbin atë sensin e imja, e jotja, ajo ideja. Është e jona. Po është e jona, që është shumë e bukur, nga unë dhe ti kalojmë në ne. Kjo do të thotë që bëhet një lloj hapi drejt bashkëvllazërisë në nivel global. Dhe është diçka shumë e bukur se në këtë mënyrë edhe ato elementet vetjake ose kjo është e imja, vetëm e imja, largohen. Mirë, po kjo është mirë të shihet edhe nga një prizëm pak më i largët, sepse edhe ideja që të largohemi nga rrënjë, që gjithçka e keqe, gjithçka imja nuk është e hajrit, nuk është mendim i mirë. Realisht nuk është. Dhe nuk është vërtet, sepse. Po, domethënë, unë e shoh dhe largimin nga gjuha, nga të shprehurit, fillojnë dhe flasin vetëm në gjuhë angleze, për shembull njerëzit, që bëhet një lloj varfërimi i gjuhës në përgjithësi dhe varfërimi i komunikimit gjithashtu. Kjo pastaj dërgon deri te varfërimi i mendimit.